Qirjes në një konflikt fizik me mësimdhënësin e tij, prokuroria ka nisur hetim edhe ndaj nxënësit të shkollës Pavarësia në Prishtinë. Sipas prokurorisë themelore në Prishtinë, departamenti për të mitur, rasti është iniciuar vepër penale, sulm. Sa i përket të miturit, prokurori i departamentit për të mitur ka iniciuar rastin me veprën penale, sulm, dhe janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore lidhur me këtë çështje penale. E të mërkurën, kjo prokurori njoftoi se është liruar mësimdhënësi i përfshirë në këtë rast, i cili u arrestua të hënën në ndyshimin për sulm ndaj nxënësit. Prokuroria ka njoftuar se të mërkurën ka propozuar masë alternative ndaj mësimdhënësit, që është lajmërim në stacionin policor. Ndërsa nga gjykata themelore në Prishtinë kanë thënë se të pandehurit OPK i është shqiptuar masë e paraqitjes në stacionin policor në kohëzgjatje prej 1 muaji. Ju njoftojmë se pas kërkesës së prokurorisë themelore në Prishtinë për caktimin e masës për sigurimin e pranisë të pandehurit në procedurë, paraqitja në stacion policor nga neni 176 i KPP-s, gjyqtarja e procedurës paraprake përmes aktvendimit ka aprovuar kërkesën e prokurorisë dhe të pandehurit AK i është shqiptuar masa paraqitja në stacion policor në kohëzgjatje prej 1 muaji. Lirimi i mësimdhënësit ndodhi pasi kolegët e tij u solidarizuan me të duke mos zhvilluar 2 orë mësimi të martën. Këshilli drejtues, Këshilli prindërve dhe shoqata sindikale e shkollës Pavarësia kishin paralajmëruar protestë më njëherë pas arrestimit të tij. Ata u mbështetën edhe nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, e cila po ashtu kërkoi lirimin e mësimdhënësit. Të hënën ishte publikuar një video ku mësimdhënësi shihet i përfshirë në një konflikt fizik me një nxënës. Në ndyshimin për sulm ndaj nxënësit, ai ishte arrestuar dhe ndaj tij ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.